Gjatë një interviste, opinionista e këtij sezoni, Monika Kryemadhi, bëri disa deklarata që pritet të ndezin diskutime. E pyetur për zhvillimet e fundit në shtëpi, veçanërisht për raportin mes Mateos dhe Brikenës, ajo dha një vlerësim befasues. Sipas Kryemadhit, pavarësisht vëmendjes që ka marrë Brikena, ndjenjat e Mateos mund të jenë diku tjetër. Ajo shpreh se Mateo duket se ka simpati për Selinën, duke shtuar se ky përqim mund të jetë ndërsjellë dhe madje të vazhdojë dhe pas përfundimit të formatit. Në vlerësimin e saj, Selin po përjeton një situatë ndërlikuar emocionale në shtëpi, pasi marrëdhëniet me djemt kanë ndryshuar ndjeshëm. Më tej, Kryemadhi theksoi se pas një periudhe të gjatë bashkëpunimi në lojë, raporti i Selin me një prej tyre është përkeqësuar aq shumë, sa ajo shfaq tashmë një reagim të fortë negativ. Në duhet të rikujtojmë se Selin deri dje ishte në lojë me Mirin, por me sa duket ardha e Gimbos solli diçka të re në lojën e Selin, por deklarata e Monika Kryemadhit do të ngjallë diskutime jashtë shtëpisë së famshme në Shqipëri.